qysh po e shihni këtë gjendje? Po, sot po bëhen 2 muaj prej seancës parë konstituimit, prej konstituimit kuvendit, e tmerrshme, ku kemi ardhur në këtë pikë. Ju e dini tashmë qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës. I njëjta procedurë, i njëjti emër, i njëjti dështim, nuk besoj që ka edhe diçka sot, dhe i njëjti bllokues, që është Albin Kurti. A besoni kur keni hy garas për deputete, ju bukur herë të parë deputete, që ka me pas një blokadë të tillë? A keni menduar, a keni prit atë? Me thonë të drejtë nuk e kam prit që me herën e parë ka me konstitua dhe ka me pas mundësi me punu, po tu e ditë që fituesi i zgjedhjeve ka qenë Albin Kurti dhe partia e tij gjithmonë bllokime, kriza në vend ka me pas, edhe ka pas edhe në të kalumen. Sot muaj, dhe sa mendoni që ka mes gatë? Nuk e di, nuk më thonë kur gjë për këtë pjesë.